Bashkia e Kukës në bashkëpunim me shoqatën Patatja e Shishtadecit dhe Lag Korab Koretnik me mbështetjen e projektit tipik AL, organizuan festën e patatës, një aktivitet që ka për qëllim promovimin e produktit tradicional të zonës dhe forcimin e identitetit bujqësor të treve së Gorës. Pjesë e festës ishte edhe një panel diskutimi me ekspertë dhe fermerë të zonës, ku trajtuan sfidat me të cilat përballen kultivuesit e patatës, si dhe problematikat që lidhen me përdorimin mbi normë të pesticideve në produktet bujqësore. Sipas pedagogut të Universitetit Bujqësor dhe ekspertit Shpent Shaini, shumë shpejt fermerët do të kenë në dispozicion një protokoll sipas standardeve europiane për përdorimin e pesticideve, duke garantuar produkte më të sigurta dhe të certifikuara. Në aspektin e përgjithshëm, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në përdorimin e produkteve të mërzbime apo të pesticideve. Ju keni parë sa probleme kemi me mbetje. Faktikisht në patate deri tani nuk kemi ndonjë problem. Por gjithsesi, në kuadrin mendoj të këtij bashkëpunimi tani që kemi, mendojmë që për një periudhë shumë të shkurtër kohe, ne t'i japim gjithë fermerëve këtu një protokoll i cili të jetë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe si thosh, të gjithë produktet e mbrojtjes së bimëve, jo vetëm që të përdoren sipas kësaj liste, por të përdoren sipas këtij protokolli, i cili do ketë ato produkte sipas kodeksit të ushqimit. Dhe duke përdorur këtë protokoll, në mënyrë absolute nuk lejojmë asnjëri që na thotë që prodhimi i bërë në këtë zonë ka këto probleme. Po përtej teknikës, sfida më e madhe duke se qëndron tek mungesa e fuqisë punëtore. Fermeri Jelen Hoxha, i cili për vitesh kultivon patatën e Shtavecit, e përshkroi situatën me shqetësim si pasojë e emigrimit të rinjve, teksa theksoi se kjo situatë po nxit modernizimin e procesit të kultivimit me synim krijimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe konkurruese në treg. Neve tash nga mos pasja e fuqisë punëtore, jemi të bë modernizimin e kulturës patates për shkollje, për mbjellje, për gjithçka, qoftë edhe për tregtim. Me kohën, inshallah, neve themi e realizojmë këtë qëllim që kemi. Për gjithë zonën, jo vetëm për Shtavecin, mos të kuptohen fshatat që janë përreth, të kenë të qartë. Gjithçka që do bëhet e mirë për Shtavecin, do bëhet e për gjithë zonën, edhe për gjithë Republikën e Shqipërisë, se edhe sot e kësaj dite që jemi ne këtu, që shkullim patatet i kultivojmë, sot patatet Shtavecit nuk shitet me Kukës. Edhe në Tiranë ka spekullime nga më të ndryshme. Prandaj, shumë faleminderit nga këto shokët e koordinatorë që na kanë mbështet, që ne i kanë hap syt për s'dyti për me tregtu dhe me kemi një ekonomi më të fortë, një bujqësi më të fortë për kulturën e patates së Shtavecit. Përveç diskutimeve, festa solli një atmosferë të gjatë dhe tradicionale për vizitorët, të cilët e patën mundësi të shijojnë recetat tradicionale të përgatitura me përbërësin kryesor patatën e Shtavecit, si dhe të marrin pjesë në aktivitete kulturore sportive e vallet tradicionale të zonës që pasqyruan mikpritjen dhe energjinë e banorëve vendas.